Qyteti i Durrësit është një nga qytetet më të frekuentuara nga turistët dhe qytetarët e Shqipërisë. Ka pasur disa banjo publike dikur që shërbenin si mundësi përdorimi dhe lehtësimi për ata që kalonin në qytet. Megjithatë, aktualisht Durrësi është i njohur për mungesë totale të banjove publike, një problem që ka shqetësuar qytetarë dhe vizitorë. Para disa viteve, Durrësi kishte pasur banjo publike të ndara, të cilat ofronin mundësi higjiene për ata që udhëtonin përmes qytetit. Ato ishin të shtrira në zona të ndryshme, si afër lagjeve të banuara, por edhe në zonat e plazhit dhe në lagje të tjera të frekuentuara. Aktualisht, qytetarët dhe sidomos turistët përballen me një problem të madh kur janë të nevojshëm për shërbime higjienike, duke parë këtë mungesë si një nevojë thelbësore që nuk është përmbyllur nga autoritetet lokale. Durrësi i njohur për plazhet dhe atraksionet turistike ka humbur kështu një mundësi për të ofruar një shërbim të thjeshtë dhe esencial që i shërben dhe qytetarëve. Mungesa e banjove publike ka një ndikim të drejtpërdrejtë, veçanërisht për ata që kalojnë kohë në hapësira publike. Po ta kishte bërë bile, jo është dhe vonuar. Gjuna zotin në këtu rrim, kërkojmë lokalet, bagoj 200 lek me ndër turinosh. Unë vuaj në prosati, unë dalë 10 herë në ditë. 10 herë nga 200 lek, 160.000 lek pension marë. Një mundësi e shkëlqyer do të ishte rikthimi i banjeve publike në disa pika strategjike të qytetit. Kjo mund të ndihmojë jo vetëm qytetarët, por edhe turistët që janë të nevojshëm për një mundësi të tillë.